Të paktën 6 avion privat kanë shkelur hapësirën ajrore në një pikë ku ndodhej Donald Trump, duke shkaktuar trazira në SBA dhe njëri prej tyre u interceptua menjëherë nga avionët luftarak F-16. Incidenti ndodhi të shtunën kur avion privat hyn në hapësirën ajrore të kufizuar mbi Bedminster, duke shkaktuar panik. Avionët luftarak amerikanë u ngritën me një kodë emergjence. Sipas informacionit të cituar nga gazeta britanike Mirror, aeroplanët pushtuan hapësirën ajrore të kufizuar mbi Bedminster, New Jersey, ndërsa presidenti amerikan ishte në fushën e tij të golfit gjatë fundjavës. Kjo çoi në aktivizimin e komandës së mbrojtjes hapësinore të Amerikës së Veriut me avion luftarak që hetuan shkeljen. Komandanti general Gregory Juliot lëshoi këtë deklaratë: "Ne po tregojmë kujdes maksimal në zonat me kufizime të përkohshme të fluturimit për sigurinë e fluturimit, sigurinë kombëtare dhe sigurinë e presidentit", ndërsa avionët F-16 u ngritën. Njëri prej avionëve u interceptua menjëherë dhe aeroplanët e tjerë u larguan nga zona. Shqetësime për sigurinë e presidentit amerikan. Incidenti ngriti shqetësime në lidhje me sigurinë kombëtare, si edhe sigurinë e Trump, pasi shkeljet ndodhen ndërsa ai ishte në klubin e tij të golfit. Ka pasur shumë raste të ngjashme në muajt e fundit të avionëve që kanë ndërhyrë në hapësirën ajrore të kufizuar ku banonte Trump. Sipas forcave ajrore amerikane, të cilët kapën një nga avionët të dielën me avion luftarak F-16, në incidentin e fundit të gjithë avionët ishin të vegjël privat që u devijuan nga klubi kombëtar i golfit Trump në Bedminster.